بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Jemi në vazhdim me nën kapitullin e kapitullit të taharës që është ose të pastërtisë, mi po kjo ka të bëjë me pa pastërtitë dhe mënyra e pastrimit të tyre. Dhe vazhdojmë inshallah ato ku kemi mbet tek fjala e autorit, Allahu mëshiroft, ku thot: وما لا نفس له سائلة وقبل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. Dhe autori po I përmend disa çështje tjera dhe po thot ajo krijesë ose insekte që nuk kanë donë që gjak që rrjedh për tyre, donë që derë, thamon derë dhe gjaku për tyre shtu, dhe I përmend disa shembuj si po thot sikur që janë morrat, pleshtat, mëshkonjat, të ngjashme me to, mizat që hynë këto, që janë ngjashme me to, atëherë thot janë të pastra. Janë të pastra. Argument për këto është hadithi I Abu Hurairës radiallahu anhu që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse bie një mizë në pijen e ndonjërit prej jush, atëherë le të zhyt atë se njëri krah përmban smundje dhe tjetrin krah ka ilaç. Dhe ajo cila argumentohet në këtë hadith është se përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me zhyt, atëherë kjo nuk kupton që nuk e bën të papastër. Kështu që nëse ndodh thonë që miza ose çka do të jetë prej këtyre insekteve që mundet dikush për shembull me e mbyt edhe me ndot rrobën e tij ose trupin, atëherë nuk ka nevojë domthon me u pastru. Ka të keqe me u pastru, kur tham nuk ka nevojë, mirë po, qëllimi është me tregu që është e pastër edhe lejohet me u fal në atë gjendje. Edhe pse këto nësa I përket mëdhëbit që autori realisht nuk e ka përmend, është që nëse nuk është që insekt I lindur ose që e ka kriju Allah subhanahu wa taala prej diçkafit pa pastër. Për shembull nëse është ai insekt që është krijohet tek një vend I dytë, për shembull vendet ku janë nevojat fiziologjike, Allahu nderoft, ose diçka tjetër, domthon mbeturina, domthon është e tillë që si krijesë domthon krijohet ato. Atëherë këta thonë, domthon që kjo konsiderohet e pastër ai insekt I tillë. Mirë po, kjo mesela kthehet ajo që kena thonë nëse diçka shndërrohet për një gjendje tjetër, a e humb ato vetit, a bëhet e pastër ajo? Shikojmë marr shembullin tek qeni për shembull, se diçka nëse kallet ose nëse djegët, këta thonë edhe pluni, ajo don po pluhur nëse bëhet ose edhe ai tymi që po kallet një papastërti e konsiderojnë të papastër për shkak se nuk e pranojnë që të shndërrimin edhe pse o basi tym, mirë po vjen prej një papastërtie dhe thonë që nëse të kapet për tesha atëherë konsiderohet e papastër. Mirë po kemi thënë që mendimi më I saktë inshallah është se nëse kjo shndërrohet në diçka tjetër, atëherë nuk themi që është e papastër sepse ka dalë prej asaj natyrshmërisë. Kështu që çdo insekt, domthon që nuk ka rrjedhje të gjakut, që derë gjak shumë, domthon prej saj që janë insektet, atëherë konsiderohet e pastër. Duke u bazuar në hadithin që e përmend. Pastaj autori thotë wa ma'i'un muskirun, dhe një gjë e lëngshme e cila është dehise. Kjo duke u bazuar edhe në atë që kemi përmend tek alkooli që domthon mëdhëbi po mëdhëve tjera e konsiderojnë të papastër. Andaj çdo gjë dehise thonë, e cila është dehise e konsiderojnë papastër. Jo vetëm vera ose alkooli, por çdo gjë e cila të deh, disa thonë edhe nëse është e ngurtë. Edhe nëse thonë për shembull hashishe këtu, e konsiderojnë të papastër, domthon që njeriu mu prek me to ashtu. Mirë po,
Edhe pse disa tjerë nuk e pranojnë këto domon. Edhe nëse e konsiderojnë alkoolin pa pastër, po thonë duhet me qenë i lëngshëm. Mirë po, inshallah, kemi thonë ma sakt, themi se edhe pse është dese nuk do të thotë që është e pa pastër. Kjo argumentohet me ajetin që e kemi përmend në ligjëratën e kaluar dhe kemi thonë ku Allah përmend Kur'an që e përmend alkoolin verën edhe i përmend edhe ato gjëra të tjera statuja domthonë ato shigjetat për bigjaz të tjera që i përmend në ajet se janë të ndyta. Mirë po kemi thonë për qëllim të ndyta është si punë të ndyta dhe jo si qenje të papastra. Sepse Allah ka përmend me disa gjëra të cilat ka pajtueshmëri të këto ulemat që nuk konsiderohet pa pastër. Për shembull, nëse një gur i adhurohet, që është statuin, edhe njeriu preket ose vëzhgohet me atë guri, askush nuk thotë që është e pa pastër. Mirë, po si vepër që adhurohet, ajo është punë e dytë. Mirë. Dhe pastaj autori thot: "Wa ma la yu'kalu min tayrin wa bahaima mimma fawqa al-hirr khilqatan ولبن ومني من غير آدمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. Tash autori për përmend po hen tek çështjet të kafshët. Dhe po thot çdo shpend edhe çdo kafsh e cila nuk hahet dhe është më e madhe se sa maca. Tash e shpjegoj. Dhe është më e madhe se sa maca, thot qumshti, sperma, edhe veza, urina, bojga e saj ose ajo që del prej saj, dhe gjërat e ngjashme të to konsiderohen të papastra. Nëse është thot prej kafshës e cila nuk i hahet mishi. Që në kupton, nëse është prej kafshës që i hahet mishi, atëherë konsiderohet e pastër ashtu që folëm të insektit. Mirë. Spori, doan këtu kur autori po përmend që me kanë më madhe se sa maca, kemi thonë kjo kthehet tek ata të cilët thonë se një kafsh konsiderohet e pastër e cila është në madhësi të macës, duke u bazuar në hadithin që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që maca nuk është e papastër, edhe thotë se innaha min at-tawafin. Aleikum at-tawafat, domthon se ajo sillet rreth jush, domthon në për shtëpitë juve, domthon shetit. Edhe thonë atëherë këtë argument e marrin që çdo gjë e cila është më e vogël se maca dhe më e vogël se maca që sillet për rreth shtëpisë konsiderohet e pastër nëse njeriu për shembull ka kontakt me to, teshat ose diçka tjetër. Andaj për shembull edhe miu, edhe pse domthon kështu si kafsh nuk është e dëshirueshme, mirë po për shkak se mundet më kanë vështirë me uru pe saj se konsiderohet që mundet me usill në për shtëpi, atëherë e konsiderojnë të pastër në atë aspektin që nëse ty të prek ti tolerohet, që ajo nuk ka nevojë me ndru teshat. Mirë po, kemi thonë se realisht ajo që kuptohet prej hadithit nuk është madhësia, sepse nuk kemi argument për to. Mirë po është një ille ose një shkak tjetër. Shkaku i kësaj është që të mos jetë, të jetë prej atyne kafshëve që është vështirë me uru, që ti ki kontaktet shpeshta me ta, edhe nëse është më e madhe se maca. Që këne më ardhë inshallah tash, që përmenet këtu gomari, për shkak që njerëzit e kanë përdor, që sipas mëdhëbit është i papastër edhe kjo, për shkak se nuk i hahet mishi. Mirë, këtu në bazë kësaj po e kuptojmë tash që tek kjo mesele po ndaj kanë kafshët që i hahet mishi edhe kafshët që nuk i hahet mishi. Që do të thotë? Kafshëve që i hahet mishi po e konsiderojnë të pastër. Për shkak se është transmetuar domthonë në hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal në shtall të bagetive. Po ashtu është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se a bën me u fal në shtall të bagetive, atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po.
Dhe ajo që është transmetuar që është falë, domthonë kur asë mund ndërtu xhamia në Medinë, do transmetohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur që ka falë namazin në një vend të tillë. Edhe kjo hadith tregon që përderisa ka vepruar diçka, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe aty nuk ka mundësi që mos të jetë e papastër për shembull toka, ose njeriu mos me pas kontakte me urinë ose bajgën e kafshëve, atëherë themi që urina ose bajga e kafshëve konsiderohet e pastër. Kur themi konsiderohet e pastër, është për qëllim nëse njeriu ka kontakt me to në tesha, rrobë ose vendin ku falet. Jo e pastër kështu në vetvete, mirë po tolerohet kështu si non tolerohet sa i përket kushtit të namazit që ty të lejohet me u fal në atë gjendje. Mirë, edhe argument tjetër që e përmendin është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bë tavaf, ka bë me duke qenë mbi deve. Dhe kështu që thojnë nuk ka mundësi që të mos ndodh që njeriu kur të bën tavaf që ajo deve për shembull të mos urinoj ose mos urinoj ose të ketë jashtëqitje gjatë tavafit. Atëherë kjo tregon se një kafshë i cili hahet mishi konsiderohet e pastër. Edhe nëse ndotesh prej tyre, lejohet me u fal namazin me to. Kjo kuptohet hyn punë, sidomos aty në cilet merren me ferma për shembull të lopëve kështu, që mos me undrru. Mirë po mundet me u fal çfarë gjendje që janë. Edhe po ashtu edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija ka përmend se nuk ka ardhur prej sahabëve që kanë përmend që kjo gjë ty të bën të papastër. Dohon është fjala për kafshët cilat kanë nuk johat mishi, që johat mishi. Derisa kafshët që nuk johat, që janë kafshët edhe shpendët grabitçar, që është përmendur në hadith që nuk lejohet domthon mi hongër mishi secilës kafshë e cila ka dhëm të mbret dhe të që i përdor për gjah, dhe po ashtu çdo shpend i cili ka kthetra që përdor për gjah, atëherë nuk i lejohet me hongër mishi, edhe në disa është përmend që janë të papastra. Andaj edhe çdo gjë që del prej tyre konsiderohen të papastra dhe nuk lejohet. E ashtu ka ardhur tash ky khilafi që e përmendëm pak më herët, kjo me krahasimin me macën. Thanëm nuk lejohet ato kafshë cilat janë më të mëdha se maca. Që do thotë këta tash e shtin gomarin edhe mushkën e shtin prej atyre cilet janë të papastra, duke u bazuar në qatë parem cilën e kanë hambelit që të është e papastër. Pse? Për shkak se ka argument, kuptohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend që mishi i gomarit dhe mushkës nuk lejohet me u hongër. Transmetohet në hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mishi i gomarëve është në hadith është përmend nejis. Mas pari është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allahu wa rasuluhu yanhiyanikum an luhumil humur. Pejgamberi juaj, Allahu dhe pejgamberi juaj ju ndalën nga mishi i gomarëve. Pastaj është përmend në hadith edhe që innaha najis. Ato është e papastër, janë të papastra. Po ashtu tash duke u bazuar në këtë hadith, ta thonë përderisa mishi është i ndaluar, kjo tregon që ajo kafshë është e papastër. Kjo ndalon që është e papastër. Kështu që duke u bazuar këto, atëherë përderisa konsiderohet e papastër, kontakti me to ose ajo që ka del prej saj konsiderohen që janë të papastra dhe njeriu për shembull duhet me ndrur rrobën e tij për namaz. Ndërsa Malikit edhe Shafit thojnë kjo është e pastër. Cili është argument? Argumenti është ajo që ne përmendëm për macën që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e pastër, pastaj e ka përmend shkakun që ka thënë ajo është që një kafshë e cila sillet rreth jush,
Onë keni kontakte të vazhdueshme me to. E thot prej këtij hadithi e marrum një parim që nëse diçka është me ty vazhdimisht dhe keni përdorim të vazhdueshëm dhe nuk kemi ndonjë tekst të veçantë që i konsideron të papastra, siç është qeni për shembull edhe deri që e përmendin që përjashtohen për shkak se ka tekst, për shembull për qenin specifik, atëherë themi që rregull që përveç këtyre çdo gjë e cila ki të bëj me to e përdor, atëherë konsiderohen të pastra. Edhe këtu hyn edhe gomari dhe mushka. Pastaj, sa i përket atij hadithi që është përmend në gjithë thonë, ajo nuk kthehet tek si qenja ose si kafshë gomarot mirë, po kthehet tek mishi. Thonë përderisa ka thonë mishi, nuk lejohet, ju ka ndalu Allah për mishit, pastaj ka thonë inneha najis, dhe nuk është për qëllim inneha për gomarin, po është për qëllim se mishi i tyne është i papastër dhe konsiderohet jo i mirë për njerëzit edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu. Pastaj argumenti tjetër është ajeti ku thot Allah subhanahu wa taala wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Dhe Allah i ka kriju thot kuajt, mushkët, domthon edhe gomar që të shaloni me to. Edhe wazine, edhe si lloj zbukurimi, domthon, që njerëzit i përdorin ato. Përderisa pejgamberi përderisa Allah subhanahu wa taala është e ka thonë këtë fjalë në këtë mënyrë, që të shaloni, domthon, që ti përdorni ato. Edhe njëkohësisht është përdorur kjo fjala si lloj zbukurimi, atëherë kjo tregon se një kafshë e tillë nuk është e papastër. Mirë po, mishi, ndërsa hadithi që ardh e specifikon një gjë të veçantë, e që ajo është mishi, po edhe ato gjanat që mund nxjerr prej saj. Mirë po, nëse themi që është e pastër dhe ka kontakt me to, edhe urina dhe ato gjana tjera të cilat mund me dalë prej saj, domthon mund konsiderohen të papastra nëse preken rrobat që njeriu më u leju më u fal namazin me to. Po ashtu, hadith tjetër, argument tjetër që tregon që është i pastër është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyp mi gomar. Domthon edhe mbi mushk. Dhe përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ka pas kontakt me ta dhe është domthon kur të hypsh ti, domthon e ke prek ato me rrobat e tua. Dhe pejgamberi nuk transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndru teshat edhe ka urdhëruar për një gjë të tillë që mos më u fal tash për shkak se ke pas kontakte me diçka të papastër, atëherë themi se esenca dhe origjina është se ato janë të pastra dhe kjo inshallah është mendimi më i saktë. Po ashtu domthon këtu hyn edhe ato që i përmendi autori si shembull, domthon që dalin prej saj që është domthon lebanun qumshti, se nuk më kujt e ke, domthon qumshti, sperma e kështu me radhë. Domthon që janë të papastra për ato të cilat nuk i hahet mishi. Këtu te kjo pastaj ka përmendur te sperma, përmendet edhe te sperma e njeriu tash, sa konsiderohet e pastër a nuk konsiderohet e pastër. Këtu kemi khilaf, domthon mes dietarëve, ku Hanbelit edhe Shafit e konsiderojnë se është e pastër. Ndërsa Hanefit edhe Malikit thonë që është e papastër. Mirë, sa i përket mendimit parë që është e papastër, thonë është ardhur në hadithe të Aishës radhiyallahu anha që ka thonë ajo e ka fërku rrobën, domthon kur ka pas rroba pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domthon sperm e ka fërku rrobën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse domthon ka qenë lëngshme, ndërsa nëse është tere ka pastru. Pastaj me çata është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në hadith tjetër është përmend që e ka gryth, të Aisha radhiyallahu anha e ka gryth domthon atë substancë, siç më thon spermën, domthon pjesën kryesore, domthon pjesa, edhe e ka grythët me thoj. E ka ngryh me thoj.
dhe pastaj është falë domthon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me to. Që do të thotë ato ka pas gjurmë dhe nuk e ka largu të gjithën. Edhe duke u bazuar në këtë hadith e thonë tregon që është sperma e pastër. Pastaj disa kanë përdorur edhe kështu një argument që sperma të përderisa është baza e njeriut ku prej saj krijohet dhe donë është baza dhe origjina e pejgamberëve, e njerëzve të mirë edhe shahidëve që dalin prej saj, atëherë nuk mundet me u paramenu që me kanë e papastër. Një prej argumenteve kështu domthonjë që është jo tekst, po si lloj analogjie me parimet përgjithshme. Ndërsa mendimi me mendimit e kanefit edhe malikit që e konsiderojnë të papastër spermen pe çka do qoftë pe domthon kafshës e cila i hahet mishi apo nuk i hahet mishi, apo për njeriu domthon spermen e konsiderojnë të papastër në çdo rrethon. Edhe argument që domthon se përket spermes të njeriut, thonë se përderisa Aisha radiallahu anha ka përmend që edhe ka pastru. Në disa hadithe i marrën që ato hadithe dhe thonë se kjo tregon se është e papastër. Edhe është përmend disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për kelbazin, edhe ka thënë pejgamberi sa që nuk ka nevojë me u pastru rroba nëse ka ra lotët edhe kelbazi në rrobën tënde ose sekrecioni hundve. Mirë po, do shtet me pastru rrobën tënde prej urinës, në hadith është përmend domthonjë jashitja, edhe është përmend edhe sperma. Edhe e marrin argument tash këtë hadith që thonë atëherë po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pastru. Mirë po duke pas parasysh që kemi argumente të tilla që përmendet pastrimi dhe kemi argumente që është përmend vetëm fërkimi, atëherë themi se pastrimi tash prej obligueshmërisë del në një pozitë më të ulët e cila është anë e preferuar. Normal është më mirë dhe je i thirrur ti që me pastru. Mirë po, nuk themi që është e obligueshme dhe konsiderohet inshallah e pastër dhe kjo është mendimi më i saktë. Inshallah. Pastaj këtu që ka mujna me lidh në këtë çështje, një mesele është se pse është mesele që ka khilaf mos pajtime dhe ndoshta është pak problem këtu me prej meselen është çështja e vjellurës. Nëse vjell personi ja konsiderohet e pastër apo pastër, nuk e kam paraqitur se edhe autori nuk e ka përmend. Tu ka khilaf ku medhebi thot që është e papastër. Është e papastër, edhe ky mendim është edhe tek Hanefit edhe Shafit, që është e papastër. Për shkak se ai hadithi që është përmend që thanë më herët që mos me pastru rrobën prej kelbazit, kështu po me pastru prej urinës, spermës e kështu, atë ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të vjellurën. Dhe disa dietar po ashtu kanë thënë që kjo e merr gjykimin e jashtësitjes. Allahu ju nderoft, që përderisa ato ka pasur ushqim, ato shku në stomak. Edhe ka nej dhe ka qëndru, ka ndryshu tashmo gjendja e saj, ajo konsiderohet sikur që është e gatshme me dal prej vendit ku dalin jashtësitë, Allahu nderoft, si gjykim e ka përmend që e merr që ato ka ndryshuar, nuk është ai ushqimi për cilën ti do e ka hëngur. Kështu që konsiderohet e papastër nëse ka erë kështu me radhë. Edhe pse ka pe dietarëve që konsiderojnë të pastër në çdo gjendje. Ndërsa mendimi i malikive, që ndoshta mund të jetë më i fuqishëm, është të nëse ka ndryshuar. Nëse ka ndryshuar vjella, qysh nëse ti je të hëngur bukthët, edhe të ka ardhur mundimin në atë moment, edhe ke vjellë, nuk ka ndonjë farë shkputje të madhe mes ngrënies të bukës edhe të vjellurës, atëherë themi që kjo konsiderohet e pastër për shkak se ti e ke qitë çata ushqim që është ende i papërpunuar, dhe nuk e merr çat gjykimin që përmenden ata të mendimit të parë. Ndërsa nëse ka ndryshuar po. Këtu hyn edhe çështja te
vjellra e fëmijëve, që konsiderohet e pastër. Do thonë që nëse për shembull fëmia ka vjell, duke pi qumsht, e thonë vjell që atë momente, do thonë për shkak se atë ajri, do thonë që fëmia kur pin qumsht edhe njëkohësisht edhe merr ajër mundet me ndiku diçka që me pas dhimbje në bark edhe pastaj me qit, atëherë konsiderohet e pastër. Edhe pse na kemi përmend që sa i përket fëmijës e cila nuk han buk ose diçka pe ushqime, po vetëm me qumsht, inshallah konsiderohet e pastër edhe nuk ka nevojë me pastru rrobën. Kjo është sa përket kësaj mesele e cila ka të bëjë me të vjellurën. Allahu alem do thonë, cila është ma e prejme, ndoshta kjo malikive që nëse ndryshon, do që kjo shpjegimi pak ma i detajzum, mund jetë më afër, Allahu alem. Dhe çështja e fundit që e përmend autori thotë ويوفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. Kjo duke u bazuar në argumentet përgjithshme që i kemi përmendur më herët dhe tolerohet papastërtia e pakët në rrugë. Shumë nëse njeriu ka folë, edhe nëse shet diçka pa pastër që është diçka e pakët, edhe kjo e pakët konsiderohet në zakonin e njerëzve, që sa gërditin ose e konsiderojnë që është e pa pastër, që nuk është e pakët, ajo. Por nëse e konsiderojnë si të pakët, atëherë inshallah tolerohet diçka e tillë, ose nëse ka njeriu kontakte për shembull çeto. Për ndryshe, nëse vetëm dyshon, atëherë e konsideron të pastër. Mirë, po mesela është edhe nëse e din, mirë, po është e pak tolerohet. Ndërsa nëse nuk e din edhe dyshon to, atëherë baza ose origjina e kësaj është se toka është e pastër dhe duhet me pas argument që është e papastër ose që shihet. Dhe këto përfundon kjo kapitulli, i cili ka të bëjë me papastërtitë dhe mënyrën e pastrimit të tyre, dhe çka konsiderohet e pastër dhe çka e papastër. Dhe pastaj vazhdojmë inshallah në ligjratën e ardhshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.